Kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në garën e balotazhit për kryetar të 9 komunave, krahas takimeve me qytetarë e biznesi, kanë drejtuar kritika dhe akuza ndaj kundërkandidatëve të tyre. Kandidati i LDK-s për kryetar të komunës, njëherë është kryetari aktual i Prishtinës Përparim Rama, në tubimin për mbyllës ka akuzuar partinë në pushtet për bllokim. Ju kam fol edhe për bllokada, sepse ato nuk janë fjalë, po janë mure që çdo ditë mundohemi me i shty e me i rrëzu për juve. Por ju dini që unë nuk e kam ndërmer me unal, unë nuk nalëm, se dashnia për qytetin nuk ndalet. Se kur e dën vendin, punon për te edhe kur të pengojnë. Mos jep votën blokadës, mos ja jep smirës, demelis, sabotimit, përçarjes e linçimit, jepja punës, jepja vizionit, jepja dashnis. E lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku të premten vizitoi Dragashin në mbështetje të kandidatit për kryetar të kësaj komune, Begjet Gjeladini. Në Dragash isha veçanërisht i interesuar të vizitoj një projekt të jashtëzakonshëm kapital që më kishte rënë në sy në çdo vizitë këtu, e që kryetari ynë e kishte nisur dhe përfunduar pa ndihmën e askujt fabrikën e ujit, me kapacitet prej 5 milion litrash në 24 orë, plot 15 fshatra dhe vetë qyteti i Dragashit për herë të parë në gjithë historinë e tyre kanë ujë të pishëm. Kur 25.000 banorëve u zgjidhet problemi kryesor me një projekt të tillë, e kupton se sa fisnike ditë të jetë jeta në politikë. Garë më ashpër është duke u zhvilluar për kryetar të komunës së Junikut. Kryetari aktual që vjen nga radhët e LDK-s, Rushdi Shehu, ka paditur kundër kandidatin e tij Agron Kuçi nga AK-ja për shpifje dhe fyerje. Krahas kësaj e ka akuzuar edhe për tentim të blerjes së votave. Orëve të fundit kemi pranuar disa informacione nga qytetarët e Junikut, ku thuhet se eksponentët e AAK-s janë duke hyrë në shtëpitë e tyre dhe po tentojnë blerjen e votës. Për fat të mirë, në mandatin ton të parë kemi instaluar kamerat e sigurisë në Junik dhe aktualisht e gjithë komuna e Junikut monitorohet 24/7 nga këto kamera të sigurisë. Përndryshe, falenderojmë publikisht Policinë e Kosovës për angazhimin dhe për kushtimin e tyre, sidomos gjatë ditëve dhe orëve të fundit. Absolutisht secili rast është duke u raportuar dhe duke u trajtuar nga organet kompetente. Bashkëpartiaku i Shehut Gjafer Gashi, që po garon edhe për një mandat qeverisës në Obiliq, përmes një videomesazhi ka premtuar vazhdim të subvencioneve për bujqit. Siç edhe kemi bërë në 4 vitet e fundit, ndërtimin e serave, ndërtimin e fermave për fermerët, pastaj pajisje të ndryshme për bujqit tanë, do të vazhdojmë përsëri subvencionojmë, sepse është domosdoshëm që bujqit tonë të kanë lehtësira dhe do ta bëjmë të njëjtën. Do të subvencionojmë me sera, me pajisje të ndryshme, pastaj do të subvencionojmë edhe qumshtin për fermerët tanë. Kryetari PEJ-s Gazmend Muhaxhiri, i cili po kandidon edhe për një mandat qeverisës, ka prezantuar punët në rregullimin e rrugës në fshatin Logj dhe vendosjen e rrethojave mbrojtëse në shetitorën përgjatë Lumbardhit. LDK është në garë për balotazh edhe në Gjilan, Fush Kosovë, Viti dhe Suarek.